Si të krijoni një kartë POK për fëmijën tuaj. Në aplikacionin POK, klikoni te seksioni Kartat. Më pas, zgjidhni Krijo kartë dhe përzgjidhni kartën POK Infinite ose POK Rewards sipas preferencës suaj. Krijoni një PIN për kartën, konfirmojeni dhe karta juaj do të krijohet menjëherë. Pasi karta të jetë aktive, klikoni mbi etiketa e kartës dhe ndryshoni emërtimin. Për shembull, mund ta quani shefi i shtëpisë në mënyrë që ta dalloni lehtësisht. Hapi i radhës është vendosja e limiteve të shpenzimeve. Klikoni te limitet dhe përcaktoni sa mund të shpenzojë karta në ditë ose në muaj. Më pas, vendosni kufizimet e kartës sipas kategorive të bizneseve. Për shembull, mund të lejoni që karta të përdoret vetëm në restorante, transport lokal, pazare dhe shtëpi. Nëse dëshironi edhe më shumë kontroll, mund të lejoni vetëm biznese specifike brenda këtyre kategorive. Për shembull, në kategorinë e restoranteve, mund të autorizoni vetëm bar moçi. Pasi të keni përcaktuar të gjitha limitet dhe kufizimet, dërgojini fëmijës të dhënat e kartës në mënyrë që ta regjistrojë në Apple Pay ose Google Pay. Si ta shtoj kartën në Apple Pay? Hapni aplikacionin Wallet. Klikoni butonin plus. Zgjidhni debit or credit card. Klikoni Continue. Zgjidhni Enter Card Details manually. Plotësoni emrin e kartës, numrin e kartës, datën e skadencës dhe kodin CVV. Pranoni kushtet duke klikuar Agree dhe prisni sa karta të shtohet. Verifikoni kartën me anë të numrit të telefonit dhe karta më pas do të aktivizohet me sukses në Apple Wallet dhe do të jetë gati për pagesa në dyqane fizike ose online. Si të paguaj me telefon? Për të kryer një pagesë në një pikë fizike, mjafton të klikojë 2 herë butonin anësor të telefonit dhe të afrojë telefonin pranë terminalit POS. Pagesa do të kryhet menjëherë.